Përshëndetje dhe mirë se vini në Shtetet Bashkuara të Amerikës me Noli Show, Noli TV. Çdo të diele kemi njerëz të botës të artit, por sot kemi të veçantë një personalitet që ka punuar me shumë vite. Skulptura, gdhendje, mermeri, shtatore të mëdhaja që ka shpërnda në përgjitha vendet shqiptare. Besa edhe në Amerikë ka qenë. Atëherë do të kemi të ftuar Idris Balani. Është një skulptor i njohur shqiptar me origjinë nga Konispoli dhe i lidhur për shumë vite me qytetin e Durrësit ku jeton dhe ka zhvilluar pjesën më të madhe të veprimit artistik. Sa më ka marrë malli marrë në Durrës. Mirë se erdhe dhe si po kaloni? Mirë se u gjeta, edhe jeni misardhur në Durrës në çdo kohë që të dëshironi. Sa vend i bukur është Durrësi, o Zot, unë kam kaluar shumë vite, pas luftës po tham, por me këto gjërat e tua, me këto mrekullirat e tua që po i shohim në ekranin ton, një muzeum në shtëpinë e juaj, nuk ka asnjë figurë që nuk e ke punuar të lumt. Por, Zoti Idris, dhe dalim pak biografinë e juaj. Na trego prej fshatit deri kur keni ardhur në qytet, në Durrës. Po. Atëherë, unë jam i datëlindjes 1953 dhe kam lindur në Konispoli. Konispoli është pjesa veriore e Çamërisë, e cila ka mbetur brenda kufirit shqiptar, kur nda kufiri në 1913. Pra, këto janë 8 fshatra që kanë mbetur brenda kufirit shqiptar, sikur ka mbetur Bajramsuri ose Tropoja, si pjesë e Gjakovës që ka mbetur në në truallin e shtetit londinez. Kështu që jam rritur në Durrës, pra i mat ka ardhur në Durrës kur unë isha ende 6 muajsh, dhe jam rritur këtu, por asnjëherë nuk i kam shkputur marrëdhëniet me fshatin e lindjes timin dhe të Timeti. Një fshat i vogël, me 60 shtëpi, fshat i vërv. Pra, do të thënë, kemi qenë dhe vazhdojmë të jemi të lidhur edhe sot e ditë. Kështu që bile po të shikosh pak në sfond këtu, unë kam dhe bustin e babait të këndur në mermer. Pastaj, shkollën fillore dhe 8 vjeçare kam kryer në plazhin e Durrësit ku edhe banoj. Shkollën e mesme kam kryer liceun artistik të mbrëmjes për rrethanat e krijuara në atë kohë. Në Tiranë, shkonim vinim nga Durrësi në Tiranë, sipas rregullit që ishte atëherë. Kam kryer edhe shërbimin ushtarak, 2 vjeçar, dhe mas shërbimit ushtarak kam vazhduar akademinë e arteve, në atë kohë ishte Instituti i Lartë i Arteve në degën e skulpturës monumentale dhe kavaletit. Pas si mbarova arsimin e lartë, u emërova mësues për lëndën e vizatimit në Ishëm, një qendër administrative, jo shumë larg Durrësit ose midis Durrësit, Kryes dhe Tiranës, në Ishmin e famshëm të Ibrahim Kodit. Aty kam kaluar gati 5 vjetë mësues dhe pastaj jam kthyer, kam ardhur në qytet në Durrës në shkollën e mesme artistike, ku kam punuar për gati 10 vjetë. Me ndryshimet që ndodhën në vitet pas vitit 90, jam shkëputur nga arsimi. Për një periudhë gati 2 vjeçare kam punuar në Greqi në Athinë, jam marrë me gdhendje sepse ishte nevojë domosdoshme, ma nej me një aktivitet privat. Mas ju ktheva nga Greqia me mermer dhe me granite, dhe mas vitit 2014 jam i shkëputur totalisht në këto dhe aktivitetesh, por duke thënë që fill mas luftës së Kosovës, në vitin 2005, unë kam së bashkë me një kolegun tim Qazim Kërtusha, kam ndërtuar figurën ose kam vendosur figurën e Haxhi Zekës në qytetin e Pejës. Gjatë periudhës kur kam qenë mësues në Ishëm dhe kur erdha pranë në liceut artistik në Durrës, unë kam vazhduar krijimtarinë time artistike me disa vepra të karakterit monumental,
dhe të kavaletit, kam punuar disa buste të heronjve dhe një pasorelief të madh që ndodhet dhe sot në qytet, kushtuar arsimit të këmbësit revolucionar që thuhesh atëherë në Simpon me Dukim Kalitje, në Usharake, një lapidar madhështor dhe këtë me bashkëautor që ndodhet në fshatin Qet të Kavajës. Pra, domethënë, unë kam pasur një veprimtari, pavarësisht që ishim edhe mësues, por kishim dhe pjesën e krijimtarisë artistike. Pastaj, mas viteve 90, ka filluar ky aktiviteti tjetër dhe sidomos mas vitit 2005, me që jam i angazhuar totalisht me krijimtari artistike time, por edhe kam punuar kryesisht për Kosovë. Por gjatë kësaj kohe, rreth viteve 2000-2006, unë kam qenë dhe drejtor i kulturës në Bashkinë e Qytetit dhe drejtor i monumenteve të kulturës përsëri për qytetin e Durrësit. Prap do të dalë të fëmiria. Do të më tregoni cila ka qenë skulptura e parë që e keni punuar në atë kohë edhe sa ka qenë e vështirë për ju? Atëherë, unë duhet kem qenë rreth moshës 10 vjeçare, por duke pasur shtëpinë në breg të detit, gjithë kohën e verës, edhe gjatë dimrit sigurisht, por kohën e verës, që ne nuk ishim të angazhuar në shkollë, rinim në bregun e detit. Ishim fëmijë të lirë në kuptimin e kësaj pune për atë fëmirin tonë, dhe unë punoja, si gjithë fëmijët e tjerë, luanim, bënim kalapre rëre, bënim figurat të ndryshme, dhe një ditë atje kalon vajza e profesorit Sabri Turqit, një mikesh në një farë mënyre, dhe më thotë, po, që ke i talentuar të thotë. Do vishke baba im që është profesor i skulpturës. Unë nuk e dinja se çdo të thoshte profesor, se ne ishim, domethënë me kushte krejtësisht tjera. Megjithatë, pasi i morëm leje dhe prindërve të mi, shkova në studion e profesor Sabri Turqit, dhe që nga ajo kohë, unë nuk jam ndarë më për kësaj pune. Dhe ndërkohë, unë kam të gdhëndur këtu një portret të vogël në gur, që është ndërpunimet e para si fëmijë që isha, edhe e ruaj. Ajo pastaj startoi dhe veprat e tjera të cilat kanë ardhur mbrapa. Aktivitetet e tua, cilat janë për shumë vite që ke bërë? Atëherë, aktivitetet janë të shumta, nëse do flasim për aktivitete në tërësi, po bazikja ka qenë krijimtaria artistike ime në fushën e skulpturës. Kështu që gjatë kësaj kohe janë krijuar mjaft vepra, më thash, edhe në periudhën para 90-s, pra në periudhën e socializmit, por edhe në periudhën pas 90-s dhe sidomos pas 2005-s. Unë përsëri gjatë kësaj kohe kam punuar gjëra më të vogla. Por mas 2005-s pastaj kanë startuar veprat të cilat janë vendosur në Kosovë dhe nuk janë pak. Në cilin vit filluat në Kosovë edhe keni vendosur disa shtatore të mëdhaja në vendet të ndryshme në Kosovë edhe në tërë shqiptarien, mund të them. Cilat janë ato figura? Atëherë, vepra e parë që unë kam punuar për në Kosovë është vendosur me 28 nëntor të vitit 2005 në qendër të Pejës, është figura e Haxhi Zekës që kam punuar së bashku me një kolegun tim, skulptor Qazim Kërtusha. Këtu ka filluar veprimtaria jonë dhe mas kësaj pastaj janë vendosur po në Pejë dhe rreth Pejës disa vepra, siç është Ali dhe Enver Hadri, siç është Jusuf Gërvalla, që është vendosur diku pranë teatrit, është Bedri Bejani që është vendosur në oborin e gjimnazit që mbarë këtë emër, në fshatin Treboviq kampusin në Skënderbeut, pra ka filluar puna me Pejën. Dalë nga dalë pastaj jam shtëlir në një vepër të madhe, siç është Izboletini. Izboletini është pasur konkursi nga komuna e Deçanit, ku ka marrë pjesë
Dhe ka dhe një histori kështu bukur që ja vlen për të treguar. Unë praktikisht e mora ftesën për të bërë pjesë dhe filloj të bëj pa e vrarë shumë mendjen faktikisht, sepse historinë e dinim dhe historinë kur ka qenë në Londër me ministrin e jashtëm, po dim që ky burr ul para flamurit, e puthi flamurin, pra që janë dy evente kryesore, pavarësisht me gjithë veprimtaria e tij luftarake në shërbim të kombit. Dhe në këtë kuptim filloi duke nisur edhe nga një monument madhështor që është në Shkodër, i skulptorit të popullit Shaban Hadëri. Ai është një antej vërtet, një skulptur, një vepre madhe, 5 metroshe, apo 6 sa mund të jetë, por është një hero, në lëvizje një hero, domethënë. Atëherë thashun duhet të bëj diçka ndryshe që të mund pranohem, sepse duke pasur një vepër të jashtëzakonshme të një skulptori shumë të madh shqiptar është e vështirë, domethënë që ti rish për bri ose të te kalosh. Atëherë domethënë pa vrarë shumë ne filloi të hedh një bocet dhe një ditë më vjen një vajza nga Tirana, nga shkolla dhe më thotë baba, çfarë është? I thash, ja, diçka për isaboretimin. Ora më tha mua, shikoj, ki parasysh flamurin, më tha mua, ki parasysh edhe dy koburet e isaboretimit. Edhe iku kjo. E mirë, qesha, më thash, kanë drejt fëmijët, po ta shohin. Kur mas një 2 ditësh, vjen dhe djalis, edhe ai ishte student në Tiranë. Edhe më thash nalë. E më shtolla dhe thash, s'kam për të marrë pjesë, sepse nuk po i gjej dot atë gjë që duhet, tha vajza. Thash nalë. Kishte një ndeshje futbolli që i themi neve, kombëtarja jonë, nuk di se me kësë se majmën, se unë vetë s'kam qenë ndonjëherë tifoz sporti, kombëtarët dhe i kemi ndjekur, po jo tifoz. Dhe më merr djalin telefon, o bab, thot, ku i ke vënë, thot, ato mjetet, ato plisin, shallin, bluzën, flamurin, që këto i merrshin në përndeshje. I thash, po i kam të zyra, i thash, po i kam qesin e vete. Do të vish tash i thash se kanë ardhur shokët. Edhe jep makinës shkojnë në kohën që unë hap shqiptarin dhe nxjerr flamurin e zgjidha thash. Pse? Se shqiptarja ka marrë flamurin në gjoks, tani izboretimi do marrë frymë ndryshe. Edhe atë flamurin ja vuna në dorë, është ai flamur që duket sikur e puth ai flamur, domethënë kur që mban si një fëmijë u shpreh një nga kolegët e mi dhe domethënë u gjet zgjidhja ku izboletimi flet brezave që vinë për këtë flamur kemi luftuar, për këtë flamur kemi derur gjakun dhe për këtë flamur do të jetojmë në shekuj. Pra është kjo ideja e kësaj vepre. Dhe kjo është një vepër 3,65 cm, e cila është vendosur si fillim në Isnik, pastaj u kërkua dhe u vendos në Mitrovic, përballë me urën e Ibrit, përballë me një banesë që ka pas edhe izboletini në pjesën Matan Ibrit, dhe në të njëjtën kohë më kërkua pastaj dhe nga qytetarët, po themi, ose bashkombësit tanë në Sarajt Shkupit dhe është vendosur dhe në Sarajt Shkupit. Po kjo vepër. Pra e vendosur në 3 vende. Mas kësaj pastaj vazhduan veprat e tjera, siç është Beqirak Vokshi që është vendosur në Voksh, 3,30 m, është Ismet Ukaj që është vendosur në Strelc, po në atë zonë me fjalë, edhe ky është 2,75 m. Janë disa buste të tjera duke vazhduar dhe me një nga aktorët më të shquar të Kosovës, vitin më parë, Skënder Tafaj, një bust, dhe disa buste të tjerë që janë vendosur po atje rrotull. Ndërkohë, bëhen konkurset e tjerë dhe unë fitoj të drejtën për figurën e Adem Jasharit që është vendosur në Lipjan. Është vendosur edhe figura e Ismet Aslanit Prapashtica. Pra, edhe këto janë figura të mëdha, diku tek 3 metrash. Mas këtyre më vjen si vaja të marrë pjesë në një konkurs për figurën e të madhit, të cilin, domethënë, është njeriu që i dha
rrugë, si me thënë, bombardimeve të NATO-s ndaj Serbisë, është ambasadori William Walker, dhe unë mora pjesë në atë konkurs, u fitua dhe e konkurs, dhe sot kjo vepër është 3 metre gjysmë e vendosur në Reçan. Bashkë në vendin... Na trego pak për historinë e William Walkerit, që keni pas një eksperiencë me te. Po. Tashti unë më përpara nuk e kam njoftë Walkerin, por atë natë, një natë para inaugurimit, u shkoj. Më thanë që ka ardhur dhe ndodhet në hotelin Diamond, në hotelin qendror të Prishtinës. Shkoj me inxhinierin së bashku me cilin kam bashkëpunuar atje, edhe e gjejmë në hol, ishte së bashku me zotin Pacovi. I prezentojemi dhe ndërkohë kur unë jap katalogun e veprave të mia, masi e shfletoj kështu shkurt, shpejt për ore, sa 150 vjeç jam, më thanë mua. Pse i thash? Po që ke bërë të këto vepra. Dhe pastaj, mas 15 vjetësh apo 18 vjetësh sa i bie, më merr djali në telefon, do më thënë vitin e kaluar, dhe më thotë, bab, thotë, të të presë një bilet për në Amerikë. I thash, pse? Po, janë mbledhur disa miq dhe duam që të festoj 90 vjetorin e lindjes së Walkerit. Dhe ai ka kërkuar me insistim që të jetë skulptori. Por në këtë grup ishte edhe një nga shokët ose bashkëpunëtorët e djalit tim, domethënë që jeton midis New Yorkut dhe Fort Lauderdale. Dhe më thotë kështu, por nuk që nevoja për të shkuar në Michigan, sepse 90 vjetori i tij u bën në Pej, me datën 1 qershor të vitit 2025. Pra, para pak muajsh. Dhe më vjen ftesa dhe më thonë që ka këmë ullur. Atëherë, çfarë të bëj, thash, bocetin, 60 centim, unë ja riprodhova, dhe veç kësaj marrë dhe bëj një monografi për vepra. Si ka lindur vepra, gjatë kohës së punës, në fazat të ndryshme, komisioni që ka prej Kosove, që kam pa, deri në ditën e inaugurimit edhe jehona që ka pasur ky, domethënë, vendosja e këtij monumenti. Pra, një gjë e bukur, një gjë e mrekullueshme, që unë mirëprit në mënyrë të jashtëzakonshme, dhe atje pata nderin që takoj dhe kryeministrin e Kosovës, atje pata nderin të takoj edhe mjaft autoritete, por edhe kryetarin e shoqatës Vata, i cili jeton në Amerikë tash, nuk e di në Boston apo New York, po emrin nuk e mbaj mend, na thënë drejt. Megjithëse që në foto i ka. Elmi Berisha. Kështu që ka qenë një eksperiencë shumë. Po, Berisha. Bukur. Kështu që në këtë kuptim me fjalë, bile kam dhe foto me ta që i kam dëlluar edhe këtë monografi, dhe është një moment shumë dhe kulminant. Atëherë, mbasi e përmenet Amerikën, e kam një mesazh në ka arë prej atje, ta shikojmë çka kanë thonë. Përshëndetje babi. Përshëndetje Qusi. Urime për intervistën e radhës, për hapin e radhës, na bën të gjithëve shumë krenar. Na ke bërë krenar gjithmonë me të gjithë veprimtarinë tate ndër vite, me atë që po bën tani, dhe jam bindur dhe me atë që do të bësh në të ardhmen. Të falenderoj shumë se ke qenë gjithmonë një model në fëmijërinë time, pavarësisht kushteve të vështira dhe viteve të vështira, vitet 90 në Shqipëri, ke qenë gjithmonë buzagaz, pozitiv, i qeshur, dhe na ke dhënë gjithmonë një ndriçim në shtëpi për të gjetur një lloj qetësie dhe paqeje që nuk e gjenim dot për jashtë. Të uroj shumë e më shumë suksese. Jam shumë krenar, jemi të gjithë shumë krenar. Të përshëndes, Tung. Faleminderit, ishte e papritur, se të dëgjova të zërin e Aleksit të djalit, kupton? Kështu që është gjë e bukur. Faleminderit shumë. S'ka që, me gjithë nipin e falenderoj djalin e juaj që më dërgoi dje një mesazh, ishte një kënaqësi e ime e madhe, kështu që ju e përmendet vizitën në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Duan ta dim dhe
në atë muzeumin e juaj, në atë galerinë e juaj që keni ato figura të shquara. Tani është momenti që njerëzit besoj që do të interesohen edhe do të kanë mundësi që t'i shikojnë apo i shikojnë dhe mundohet që të bëjnë edhe porosi. I shikova, Nolin e shikojmë këtu me atë mbajtësin e bukur, por a ka gjë më bukur që ta kem në shtëpitë tona këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe ku do qofë shqiptare që kanë gjërat luksoze, pse mos ta kanë një figurë të shquar. Gjëra më interesante që më ka prekur te kjo është ai punimi i mermerit që e keni bërë skulpturën e bashortës së juaj, të prindëve të juaj edhe të Nën Terezës edhe shumë tjerë. Sa ka qenë punë ranë ose lehtë për juve që t'i bëni këto punë edhe sa ju ka marrë kohë? Atëherë, kur bëhet fjalë për kohën, se çdo vepër ka kohën e vetë për të realizuar, dhe më pyesin, siç po më pyesin edhe juve, dhe unë them për shembull për një vepër që shkon 6 muaj, një vepër shkon 3 muaj, një vepër shkon 1 vit ose 2 vjet, dhe them 6 muaj edhe 60 vjet. Pra, 60 vjet jetë në punë, por kjo don 6 muaj ose don 2 vjet kjo, por është eksperienca e këtyre vjeteve. Kështu që është e vërtetë që unë kam dhëndur në mermer, kam dhëndur mjaft, siç e përmendët juve, prindrit e mi, të cilët janë kujdesur shumë në familjen time që unë merrja këtë rrugë të drejtim, megjithëse ka pasur një lloj varfërie në ato vite, prapë dëshirën për të na shkolluar, për të na edukuar me frymën e vërtet kombëtare ka qenë jashtëzakonshme, prandaj ata e meritojnë që të jenë këtu. Unë kam dhëndur dhe time shoqe si vjet për 70 vjetorin e saj, sepse në rinin tonë ashtu i patëm do probleme, nuk arrita ta punoj dot, por ishte kjo grua që së bashku kemi rritur fëmijët, nuk diskutohet, një mjeke e pa lodhur për të gjithë zonën ku jetojmë këtu, edhe me gjërë, por që ishte dhe ajo këmbgulsja që të bëhet ky muze. Kështu që një pjesë të mirë të muzeut, por edhe të krijimtarisë time, është ajo pjesa frymëzuese dhe mbështetëse. Dhe në të njëjtën kohë, duhet të themi që në këto vite, ose puna ime është pasion, por për më tepër është mision. E di se në çdo cep të trojeve tona shqiptare, ke vendos shtatore, të vogla të mëdhaja. Sa je mirëprit prej familjarëve dhe sa je mirëpritur prej institucioneve tona shqiptare anë mban ku ke vendos shtatoret. Është vërtet që unë kam vendosur mjaft vepra në Kosovë, në Maqedoni kam vendosur, në Shqipëri sigurisht, edhe në Maltëzi, po jo në ambiente të jashtme, kuptojemi bilet deri në Amerikë, edhe në Chicago, se me thënë kam veprat mijat, në Washington, në Florida, por këto janë në ambiente private, edhe në Greqi përsëri në ambiente private, deri në Rumani. Në Itali po, që kam vendosur edhe postën e Skënderbeut. Pra, po kudo ku unë kam vendosur, jam mirëpritur jashtëzakonisht. Dhe po kujtoj vetëm një moment shumë interesant, kur pasi e gdhënda në mermer heroin Agim Ramadani, gruaja e vetë, e cila erdhi për ta parë veprën, mbylli sytë dhe filloi ta prek tiparet e portretit, i cili ishte në mermer, dhe më thot, Idris, po, ky është Agimi, ky është heroi, ky është artisti, ky është poeti, ky është, dhe më thënë, udhëheqësi, sepse Agim Ramadani i kishte të gjitha këto virtyte. Kështu që ky është një moment shumë signifikativ për mua, për vlerën e veprës. Ose kur u vendos Haxhi Zeka, një plak në emrin e cilit se maj mend,
u afru atje edhe i jep dorën sepse edhe pozicioni ishte i tillë edhe ka për dorë dhe i thot pa i mi se na erdhe o Haxhi Zeka. Kështu që këto janë momente të tilla ose kur kam punuar shtatorën e Izboretinit me që kishin dhe një aktivitet tjetër këtu në Katudin e Ri për Rapsodin Dervish Shaqja. Mua këtu më kanë ardhur 2 autobus me bashkëfshatar të Deçanit, të Isniqit dhe të zonës përreth. Pra ishin gati 100 njerëz dhe kur e kam zbuluar sepse unë kisha në punime sipër, ai ishte inaugurimi perfekt, do thoshja, me një dorëtrokitje të jashtëzakonshme të tyre. Dhe më vjen keq që në atë moment unë nuk e pata kamerën me vete se nuk e mendova që do të ishte ky moment i bukur, i cili më vjen keq që nuk është regjistruar. Kështu që e vërteta është që kudo ku unë kam vendosur veprat, janë bërë mitingje të jashtëzakonshme që nga momenti i Haxhi Zekës ku mund të kishte edhe 20.000 vetë në shesh, por edhe tek Izboretini ka pasur disa mijëra njerëz, por edhe në veprimtaritë e tjera po e njëjta gjë. Kështu që kjo flet edhe për atë lloj dashurie, për sigurisht për heroin e tyre, por edhe për mua që kam bërë vepra. Dal pak te shtatorja e Ismet Prapashticës në Lipjan. Unë kam qenë miku më i miri i tina për 18 vite, deri në kohën e luftjes. Sa je mirë pritur nga familja Prapashtica? Me thënë të drejtën, në fillim pat një lloj hezitimi, do më thënë nga pjesëtarët familjes, por zonja e tia, pasi biseduam, e pranoi që të fillonte puna, pra qysh se Boceti është i vogël dhe nuk tregojnë të gjitha detajet. Por kur vepra është punuar dhe kanë ardhur dhe e kanë parë, këtu kanë ardhur mjaft njerëz, pra duke filluar që nga kryetari i komunës, zoti Imri, edhe me familjar të familjes po të familjes të dëshmorëve, pra mjaft njerëz nga komuna dhe me thënë drejtën kanë mbetur jashtëzakonisht të kënaqur. Bile është ndoshta një nga veprat më, do të thoshja, më civile në kuptimin që nuk ka veshjen ushtarake, sepse ky pavarësisht që ishte, siç më ka thënë edhe generali miku i tia, emrin ta kujtoj mas pak sepse s'po më vjen për momentin, i cili erdhe dhe kur e pa veprën, unë tha kur kam shkuar në Lipjan, në atë zonë atje, gjoja për të organizuar lëvizjen, do më thënë për luftën, unë e gjeta të organizuar në mënyrë të nëndheshme nga Ismeti. Pra, në kuptimin e kësaj pune, do më thënë është vlera e vërtet e tia, por me thënë drejtën, mua më, do më thënë është nga veprat e bukura që unë e kam punuar me shumë qef, me shumë dëshirë. Dhe besoj shihet. Atëherë si mësim dhënës, të doja të dija pak sa janë të interesuar studentat, nxënësit që të shkojnë bas hapit tënd. Edhe a do ta trashëgosh në familje? Unë po e filloj nga kjo e dyta. Për fatin tim të keq, nuk kam trashëgimtar të drejt për drejt. Por këtë muze që kam ngritur këtu dhe që po pasurohet nga dita në ditë, uroj që ta trashëgojnë nipat e mi, qofshin ata të Amerikës, qofshin dhe këta të Gjermanisë. Pra, problemi është që unë do t'ju lej një trashëgimi të jashtëzakonshme, jo thjesht familjes, pra nipave, po do t'ja lej qytetit, do t'ja lej shtetit dhe kombit, sepse këtu janë figurat kombëtare, për cilat kam punuar unë, qofshin këto medaljonit të thjeshta, qofshin buste, qofshin shtatore,
por edhe veprat një karakteri më lirik në këtë drejtim. Kështu që shpresoj që kjo punë të vazhdoj siç e kam nisur. Por, në ana tjetër, ka interes nga nxënës dhe student, ka interes të cilët shkojnë në kurse të ndryshme. Sot sigurisht nuk është më e njëjta qasje si më përpara, meqense është kjo teoria e famshme që atë dheu është atje ku jeton dhe ku punon. Kjo ndjenja ose çështja kombëtare duket sikur është zbehur pak, por shpresoj që të ketë edhe student ose artist në të ardhmen, sepse edhe sot ka. Nuk janë shumë, por përsëri ka, sepse pjesa dërmuese janë drejtuar drejt arteve moderne, ashtu si kundër po shkon në të gjithë botën. Pra është një qasje e përgjithshme, është një ideologji e përgjithshme për të shkuar drejt këtyre gjërave të cilat janë më të thjeshta, edhe më, do të thosha, ndoshta edhe më të papranueshme, që një pikturë apo një skulpturë moderne, unë ta lexoj sipas mënyrës time, ju ta lexoni sipas mënyrës tuaj, dhe asnjëra nga këto të mos jetë sipas mënyrës që ka bërë artisti. Kjo është fatkeqësi. Jo e dini në Shtetet Bashkuara të Amerikës, këto kemi vendosur në shtatorën Nën Terezës në Battery Park në Manhattan. Do t'jeni gatshëm se kemi nevojë edhe për disa figura t'i vendosim këtu, se me qenë se edhe shteti Amerikan po na lejon, e falenderojmë shumë, siç kemi bërë edhe rrugët, kemi bërë gjëra shumë interesante dhe e kemi një liri shumë të madhe, kështu që a do t'jeni gati të vini? Po, sigurisht, unë jam i gatshëm në çdo moment për të punuar edhe për të çuar, si më thënë, atë detarizmin ton, atje ku duhet, ku janë shqiptarët, ku do në botë, për të arritur këtë lloj ndjenje të atë detarisë. Zoti Idris, kisha pas dëshirë një mesazh për të gjithë shqiptarët tonë, për sa të qoftë të ndëgjojnë për juaj diçka që me të vërtet është kënaqësi. Unë uroj spari të gjithë shqiptarët kudo që janë në botë, spari të kenë jetë dhe shëndet. Të punojnë si që kanë punuar me të drejtë, si që kanë punuar me shpirt, me zemër, që dhe të pasurohen, sepse duke u pasuruar, atëherë ke mundësi për të dhënë kontribute të shquara, sepse duke nisur që nga rilindja, figurat tona të shquara kanë qenë të pasur, dhe kanë shkrirë pasurinë e tyre për kombin shqiptar. Pra, në një kuptim të tillë, unë do të dëshiroja që kudo që të jenë shqiptarët të mos e harrojnë Shqipërinë, të mos e harrojnë kombin, të punojnë dhe të luftojnë për flamurin, për shqiponjën tonë të krenare, jo vetëm kur shkojnë në stadium, por në të gjitha drejtimet, në të gjitha fushat e jetës. Pra, unë do t'i uroja që çështjen kombëtare ta kenë të ndezur, ta mbajnë në shpirt, në zemër dhe ta trashëgojnë tek fëmijët e tyre që të mësojnë të flasin shqip, kudo që t'jenë, sepse kemi vënë re ka edhe momente të tilla kur fëmijët nuk e flasin shqipen. Bile të insistojnë për të hapur edhe shkolla shqipe kur në ato vende ku numri i tyre është relativisht më i madh. Për fond, dua ta them një gjë, dhash Zoti të lind artista si ju shumë e shumë në trojet tona shqiptare. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi e jonja, me të vërtetë që zhvilluam një bisedë, por me juve të zhvillojmë edhe shumë më shumë. Besoj që nuk do t'ju lëm me këtë, besoj që në të ardhmen do të shikojmë punën e juaj dhe veprat e juaja në vijem. Kështu që ju faleminderit shumë. Lumë të goja dhe unë ju falenderoj jashtë mase. Faleminderit, ishte kënaqësi e jonja, për të nderuar shikues, ishte kënaqësi e jonja që t'i kem artistat të shquar që mos t'i harrojmë, njerëzit që kanë punuar
me shumë vite të tëra dhe kanë bërë gjëra të mrekullirat, por këta nuk më shifen, por këta janë njerëz që shkëlqejnë dhe ndryshojnë. Pra, mirë mbeqë deri në emisionet e radhës me Noli Show, Noli TV në kanalin 39 në TV Alb, kurse në 1000 në kanalin 249 në Nimi TV. Mirë mbeqë dhe mirë në dëgjofshim.